Umeće filigranstva, poznato među lokalnim stanovništvom kao filigran, stari je zanat koji se još uvek praktikuje danas na Kosovu. Od 16. veka grad Prizren prepoznat je kao jedan od najvažnijih centara proizvodnje filigrana na Balkanu. Većina predmeta nastala tehnikom filigranstva napravljena je od srebra. Pomoću fine srebrne žice vešti majstori proizvode fascinantna umetnička dela nalik na čipku. Radeći ručnim alatom, oni stvaraju skupocene predmete raznih vrsta. Tabakere, pepeljare, prstenje, ogrlice, minđuše, manžetne za rukave košulja, nakit za kosu i čelo za žene, velike tanjire za serviranje, čaše za vodu i vino, šolje. Prizren je nekada imao dobro organizovan esnaf zanatlija koji su se bavili filigranstvom. Nakon Drugog svetskog rata, u bivšoj Jugoslovenskoj federaciji, u Prizrenu je osnovano preduzeće za proizvodnju filigrana. Danas, grupa umešnih majstora filigrana i dalje radi zajedno u jednoj zgradi u severozapadnom Prizrenu. Unë jam Faik Bamja, jam udhëheqës i kësaj punëtorie. Kjo është fabrika për prodhimin e stolive prej arit dhe argjendit. Filigrani është formuar në vitin 1946 me bashkimin e mjeteve të punës. Tërë punëtorët kanë bashkuar mjetet e punës dhe kanë formuar kooperativën e filigranit. Quhem Bashkim Teci. Jam punëtor i organizatës punusje filigran këtu në Prizren. Këtë zeje punoj plot, me thonë plot 40 vite, se qysh prej moshës 15-16 vjeçare kam shprej interesimin dhe kam fillu të punoj me këtë zeje, kështu që tashem në kulminacion. Puna e filigranit është shumë një punë, në fillim duket shumë punë e randë, për gjeneratat e reja, po aq është e ka kënaqësinë e vet sa që shpirtnisht njeri pushon duke punuar. Unë quhem Fatime Baruti. Jam punëtore prej 1965-shit, 50 vjet punë kombo. Gjatë punës gjithmonë mendoj çish ka me dal kjo punë ma bukur, çish me dal, çish me punu ma mirë. Ashtu. Punojmë bashku këtu së bashku krejt. Krejt jemi mjeshtër këtu. Unë jo ma e vjetra këtu, prej këtyne. Edhe dëshiroj me punu deri sa kom shneta. Shumë jam kënaqur. Thyrëm një Neshat Krasniqi. Këtë zerën përpunoj prej 78-ës, ala përpunoj. Kam dëshirë me punu. Ky zonat janë shumë bukur, edhe qetësohesh, edhe punon diçka, edhe dora. Punë dorës është shumë mirë. Duhet më pas një dhomë ma mirë, me marrë do xhans me punu këtu, edhe shkollë, edhe pësot, zanati shtohet, jo me dopsu. Me nejtë pa zanat, për Prizreni është për këtë zanat është shumë është popularizuar, atë është punë dorës. Për me demonstru një punim filigranit, do më thonë, ose për më marrë me profesionin e filigranit, nuk duhet kush e di çfarë mjete në repartin e prodhimtarisë. Gjitha mjetet janë shumë thjeshta dhe që shembull e kemi që është domosdoshmëria e çdo punëtorit, është pinceta. Mandej kemi danët, që na nevojitet, kemi gërshorët. Mandej kemi këtu çekiçi, është pjesë e aleteve të punëtorit. Mandej kemi disa lloje të danëve, shembull është që kjo këtu është ekri unazave, ne i thojmë shembull kjo vjen për rumullakimin e unazave dhe gjërave trumbullakta.
është çekiçi i drurit edhe kjo na nevojitet për mos me lënë në sheg, nëse na nevojitet ndaj pjesë ndihshme me drejtu apo me ra. Është eshteki. Kjo na nevojitet që kur dojmë një zbukurim një lule në formë të drejtë, dojmë me ja dhënë formën e kthyme, atëherë që veç e këqyrim në cilin dimension këtu i marrim këto ekrat të cilët na nevojiten, për ndryshe këto janë bularca, edhe për ndryshe e gjithë kjo kurora e gjithë kësaj punës është breneri, se pa këta domethënë nuk mundemi me arritën kurrë. Është breneri i cili është i lidhur me butan propan gasin, edhe me anë të gypave dhe bëhet fryrja me gojë. Inicijativa projekta PKRK je promocija ovog prizrenskog zanata, kao i podsticanje njegovog razvoja, uključujući i obuku u organizaciji lokalne nevladine organizacije, a pod vođstvom praktičara filigranstva i lokalnih stručnjaka. Učesnici ovih obuka su pokazali veće interesovanje nego što je bilo očekivano. Në këtë punëtorin tonë, momentalisht kemi 12 student që janë në kursin dhe në aftësimin profesional të zanatit të filigranit. Çdo student e ka detalet të cilat duhet të bëhet për bërjen e zambakut apo të lules të cilën kemi projektuar. Që 5 ditë jemi këtu dhe mirëpritja e mjeshtërve ishte aq e mirë sa që u ndjeshim sikur me qenë një kohë gjatë bashkë me ato dhe çdo mjeshtri të zanatit për një kohë të shkurtër na treguan shumë qartë dhe ishim për vetë jam shumë e kënaqur. Për pak kohë, falë mjeshtërve tanë të specializuar dhe mjaft të mirë, arritëm që dhe ne të konkretizojmë diçka. Dhe këtë ta mbajmë një kujtim të bukur nga qyteti bukur i Prizrenit. Ishte mund të them një eksperiencë e veçantë, çdo gjë që mësova, shpresoj që mund ta shpërndaj edhe kudo në Shqipëri punën që bëra atje dhe të vi prapë këtu, duke ruajtur trashëgimin kulturore të Kosovës edhe duke shpërndarë atë edhe në Shqipëri. Izazovi preživljavanja filigranskog zanata su brojni. Ali atraktivnost proizvoda je dovoljan razlog za sve zainteresovane aktere u zajednici da pokrenu dalju akciju. To je jedan od najkreativnijih oblika tradicionalne umetnosti. Besoj në të ardhmen do të ketë edhe më shumë kësi kurse për aftësimin profesional.